Përshëndetje gjithëve, kësa herë në podcast kemi një mik të podcastit, zotin Kujtim Gjusin, deputetin Kujtim Gjusi. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit ju. Ndoshta jo si në çdo studio tjetër, sot kam një veshje se është ftohtë, është dimër acartë për gjithë hajdutët e këtij vendi, po ne mund dalim në protestë në çdo rast për të ndihmuar çdo njeri që është në protestë. Pra di bashkoheni protestës së zotit Lapaj apo të zotit Berisha, sepse duket se ka dy protesta paralele. Shiko, ka një shprehje në Tiranën tonë, sa mendohen të mençurit, budallët zgjidhin problemin. Nuk e di, nuk është budalla profesor doktor Sali Berisha, mendoj. As avokat Lapaj, por janë të dy organizatë Soros. Ky është handicap. Dhe këto i bie që janë në vartësinë e kryeministrit Edi Rama, se ai është i shefi dhe shefi i Alex George Soros. Është kumbari i dasmës Huma bashkë me Alex, apo jo? Pra që janë të tre Soros. Mirë po, revolucion tonë, Partia Konservatore nuk bën revolucion. Por ruhet. Se është ftohtë, është acar, prandaj kam këtë veshje. Zoti Gjusi, 9 parti jo parlamentare u mblodhën për të diskutuar mbi kodin zgjedhor ose reformën territoriale që janë edhe komisionet parlamentare që pritet të diskutohen shumë shpejt. Por nga ana tjetër zoti Berisha tha që do të heqim dorë nga çdo negociat, qoftë këto edhe për reformat me kryeministrin Edi Rama. Po bëni diversion ju, duke qenë se jeni ju nismëtari këtyre partive? E para herë që nëse vini të re në Platen, me 9 partive parlamentare, të cilat janë 12 në fakt me firma, po prezent ishin 8 kryetarë ishin prezent dhe 3 të tjerë ishin me përfaqësues të tyre. Ne si konservator kemi një devizë, një doktrinën konservatore. Çfarë doktrine ka paraqitur në 35 vite sot Partia Demokratike? Pikpyetje. Sepse ajo bashkon her për her votat me fondacionin Soros. A mund t'i besojmë ne? Po, Partia Demokratike është partia më e madhe administrative e opozitës. Pa Partinë Demokratike ka vështirësi ardhja konservatore në parlament. Ne i kemi borx një mandat Partisë Demokratike, ajo na ka ne 30-40 mandate borx. Tryeza është për të thënë, duhet ndryshimi kodit zgjedhor. 1. Rikthimi i koalicioneve parazgjedhore. 2. Heqja e numërusve dhe përfaqësuesve politik në komisionet në KQV që quhen, ose KQZ, duke filluar nga të gjithë orientimi, nga baza deri sipër në Komisionin Qendror Zgjedhjeve. Ne nuk duam një komision qendror zgjedhjeve që të rri aty dorë për dorë e të marrë paratë e taksa paguesve. Ne duam një komision lojal. Erdhën zgjedhjet, ngrihet komisioni. Jo partijak. Pra të jetë komision gjithë përfshirës. Prokuror, avokat, gjyqtar, noter, biznesmen, bankier. Kështu e ka Britania, kështu e ka Italia. Pse mos ta bëjmë ne? Për ne vjen zgjedhjet. Sa ai i thot jep urdhër patronazhistët bën vjedhjen e zgjedhjeve. Sa herë janë vjedh? 35 vjet. Vjedhje, hajdutëri, jo vetëm në votë, se vota vjedhet për të vjedhur pastaj buxhetin e shtetit, për të vjedhur taksat tuaja. Unë personalisht kam qenë kundër edhe kur kam qenë pranë PD-s, këshilltari i PD-s në Bashkinë e Tiranës. Ose këshilltari i opozitës në lëvizjen konservatore demokristiane. Pra unë dua shtetin e drejtës. Nuk dua shtetin e prokurorëve. Shteti i drejtës del nga vota e lirë, pik. Donald Trump është shembull i kësaj. Amerika është shembull i kësaj. Nëse ne nuk importojmë politikën amerikane, ne jemi hajdut. Ky grup hajdut është i bie që të futem dhe unë padrejtisht. Pse? Prandaj ishte takimi aty. Ne duam numërim elektronik. Zgjedhjet marrën mas 2 orësh. Jepi dorën tjetër që ka fituar. Kush e di që ma peng vendin?
Ne duam zero pagesa, kam thënë këtu herë tjetër, zero pagesa partive politike. Le luajnë me klub konservator, siç janë në Britani. Sepse partitë politike kanë përfaqësues që marrin para nga taksa paguesit, antarët e këshillave bashkiake dhe deputetët apo ministrat. Ç'është kjo investimi i partisë politike? Partia politike duhet të jetë, siç thash, agent, siç është doktrina konservatore. Iku. Kush është doktrina tjetër? Liberale e majt. S'ka doktrinë tjetër. Partia Demokratike vendoset një herë majtas, një herë në qendër, edhe një herë thotë do bëhemi konservator. Ku do bësh konservator ti? 35 firma ti jep Endri Shabanit firmën për avokat i popullit, që i takon opozitës, që i takon Zef Shtjefnit. Po, ka pa njemër, no? Se mund të themi dhe... Adriana Kalaja. Kam konflikt interese se është zonjë. S'du t'i bëj koment. S'mund ta bëj atë punë. Sepse vjen nga e majta. E një tjetër Sorosiani, Partisë Libra. Prandaj nuk shkohet se pse i bie që ke konflikt interesi, ti shkon për një post. Kush të japin postën, ti kthehesh kundër. Apo jo, nuk e akuzoj Adriana Kalanon që është apo s'është me Sorosin. Po Adriana Kalaja ishte ajo që i tha Gjuzi ti s'mund vish ke protestën e teatrit kur unë bëra deputet. Pse u bëra deputet ti prandaj s'mund vish tu? Kush e nisi protestën e teatrit? Kujtim Gjuzi, Benderhemi. Apo jo. Da nisën. Robert Nrenika. Sazanguri. Aulon Kalaja. Përfiton nga mi emri, këtë rast. Edhe e merë. E plot të tjerë, deri tek Kastriotysi. Dhe ti do të pengosh Kujtim Gjuzin kur vjen atje që do vinin atna që kam shkuar natën, që thanë ik prej këtu deputet, atna do të vinte me Fadroma e Diram. Unë kisha informacion se unë isha në parlament. Unë më shkova aty, ato zgjon gjitha çan do të këtu. Budinat nuk folën tre vëllezrit. Se e dinin se kush e kishte nisur protestën. Kto i kam me foto me dokument. Nga 2 shkurti i 2018-s deri kur unë kam dhënë ndërheqjen aty si përfaqësues, e mbani mend, jo rrisha me G-Box britanikun aty. Këtu sy njëri pa u bë një konsult. Se kishte njerëz të ambasadës britanike dhe ambasadës amerikane aty që monitoronin protestën. Ato më thanë mua du më lulzim bashën në protest me datën 17 qershor të vitit 2018. Unë i thash shiko, lulzim bashë Soros. Protesta ka përprish, po erdhi ai, bie teatri ka rënë. Apo jo. E nxjerr mua aty, lloj gaforri aty, me picku mu. Picka anakondën gaforja, s'ka fuqi me picku. Zoti Gjuzi, para disa javësh, zoti Berisha mblodhi aleatët në një tryezë diskutimi. A ishit pjesë e saj tryeze dhe nëse jo, a jeni ndjerë të rrethtuar? E para unë e konsideroj veten i kanakët drejt Soros. E futa doktor Berishën ke Soros tani apo jo. Ka përgjegjësi maksimale, 28 deputet, të ti nga këta 18 janë të Sorosit, kanë firmosur zotin Shabani. Po i thënë zotin Shabani tani për etik. I cili duhet paraqes diplomën, është i diplomuar apo jo? Për herë të parë studin tuaj ke. Ju thoni të tradhtoj mua Sali Berisha? Sali Berisha dhe unë i kemi ik kristianizmit 200 vjet përpara. Ne du më u rikthy me Europën perëndimore. Doktori nuk e di. Doktori ka pas shansi më u kthy. E ka pas këshillim 0 njerëz Sorosin në listë. Kësa radhe përgjegjësia është e doktorit, sepse listën e ka bërë doktor Berisha me 12 mars. Doktor Berisha do t'i hiqej non grata. Nuk i është heq non grata dhe nuk do t'i hiqet derisa të pastrohet nga Sorosi. Kanë marrë një iniciativë në duket brenda, deklaratën kush është Soros dali për jashtë. Po e dini jo që ai ka 6 prefektura që udhëhiqen nga njerëzit e Sorosit. Pra Sorosi ka fut tentakulat në Partinë Demokratike. Nuk mund të themon se i ka fut apo jo Sali Berisha. Se Sali Berisha ka pru Sorosin në Tiranë. Po pati një moment Sali Berisha konfliktu me ta. Atëherë Basha Çaboni e mushi grupin me Soros. 27 deputet plus 4 LSI janë Soros. Po su pastru kjo punë. Rama Soros për Soros. Ore, qërë për qërë e kom në borta. Do me thonë, pse do të zëvendësoj një grup Soros, agenda Soros, me grupin Berisha Soros, që her pas here i ka rënë në kundërshti Sorosit.
E këto lapaj se më thati mund të protesta. Nga ana qytetare, unë jam me lapa. Na i bëri thirrje, i duam dhe partite djatha tha këtu, nuk kena paragjykim. Ja o zotri, ti duhet thush më fal, nuk jam më agendën Soros, se ai do të shkatroj familjen time. Dhe ai ka një familje të mirë, lapaj, në dienin time. Ka një familje personale, flasim si krye familjar. Është martuar ai dhe ka një, më duket se ka një vajzë në dienin time. Pra ka një familje të mirë, ka nisur të marrë një familje të mirë. Protesta ati është legjitime, i bëj ftesë i Ramës, mos e sulmo. Mos e sulmo, se nëse bën thirrje individuale me emër, Kujtim Gjuzi, kryetari i Partisë Konservatore, të duam i gjithë konservatorët këtu, po të them aty do të shkojnë njerëz me doktoratura dhe bova Edi Rama nget një nga ata, ke nga Anakondën. Unë nuk e di se ç'është ç'baja, se unë ato një për kaubojsa. Po ke ngacmuar Anakondën e kupton që them. Mos harro kur të kam thonë që Ilir Meten që ke bë president do të shkoj aty ku është. Zoti Gjuzi, juve shpeshherë keni cilësuar Sali Berishën edhe në këtë studio si Skënderbeg i dytë. A keni ndryshuar qëndrim nga ky cilësimi juaj apo mendoni që pasi dha firma për Shabanin ai nuk është më i njëjtë? Shiko, e para herë që Sali Berisha vetë nuk ka dhënë firmë. Partia. Më fal. U drejtuat Sali Berisha, po u drejtuat kryetari i Partisë Demokratike, kjo është tjetër gjë. Sali Berisha nuk ka dhënë firmë. Unë Sali Berisha jena të besimit Bektashi edhe musliman. Që do të thotë, në kohë, në hapësirë, ne kemi ndryshuar qëndrim. Këtu ka qenë katolike ortodokse një javë mrapa. Kemi arë ne, Islami radikal, viti 667 viti, pas e kanë arë Bektashit 1300. Dhe më thonë e kena bo pazar. Në këtë pazar, nëse do doktori, deveja duket edhe në Sahara, ta themi kështu, në shkretirën Saharas duket, në fillim është imazh, pastaj kur afrohet e shef. Nuk mbulohet deveja me rër. Sali Berisha ju tha që i ke thonë Skënderbeg. Ju besoj Skënderbeg e dini që është një titull. Doktori ka titull shkencor, profesor doktor i shkencave. Thash ti jap dhe unë një titull Skënderbegu i dytë. Këtë titull ai ka të drejtë ta mbaj ose ta rrëzoj. Po nuk pastroj Sorosin, po punë e madhe se nuk e them unë sot. Unë s'po e them sot, që është Skënderbegu i dytë, apo jo. Po, kur e jep një postulat, ti duhet o të kërkosh falje se e ke dhënë gabim postulatin, ose ti rish gabimit, se variant tjetër s'ka. Unë nuk e mendoj që doktor Berisha 81 vjeç, kur Kujtim Gjuzi i thot, ki kujdes se afër teje ngjitur me ty ka njerëz që punojnë kundër teje. Ku jemi sot? Sot akuzohet sekretari i përgjithshëm. Apo ja? Flamurnoka. Vetë doktor Berisha tha, Flamurnoka tha nuk është dyshi i partisë, se dyshi tha janë profesor doktor të shkencave, Luciano Boçi edhe Agron Gjekmarkaj. Sa bë dëgjoj Agron Gjekmarkaj që mund të jetë dysh dha dorëheqje. Pra ka njën me Luciano Boçi. Urdhëro? Nuk u pranua dorëheqja. Nuk më intereson. Moment që dikush jep dorëheqjen tregon qytetari. Ky është i Sorosit. Po ai ka dhënë dorëheqjen, është në rregull. Po dorëheqjen te partia ke dhënë apo ke deputeti? Na jep dorëheqjen si deputet. Zoti Gjekmarkaj, jep dorëheqjen si deputet. Kujtim Gjuzi të jep dorën, them po. Se gabon njeriu. Plus i Gjekmarkaj është katolik. E ka marrë gjë gurin e pendimit te kisha Kashnjet Gjuzi sipër, Gjuzi poshtë me arë rreth e qark kishës atje 11 herë. Hajde një herë rreth e qark, po me gurin e pendimit 11 herë të kisha, i bie të lodhesh. E kur lodhesh, njerëzit të shkelin me këmbë aty, pa të thonë, ja, kërkoj falje, ai është në tokë, do ta ngresh. Pra Gjekmarka është në tokë, ka dhënë firmën për Endri Shabanin, s'është politikan. Pse ma vendin e deputetit kur si e politikan? Dhe ju më pyetët mu, jo pa idhësin pyetja, do ta mbani Edi Ramën sërish? Se kjo është pyetja. Te reforma zgjedhore? Te reforma territoriale? Po, se është institucion reforma zgjedhore.
me reformën zgjedhore të firmosur nga Gjuzi e disa të tjerë, në parlament kemi sot apo s'kemi deputet që hynë nga lista hapur? Dhe ne kërkuam në takimin ton 50-50 lista hapur. Çfarë është lista hapur 50-50? 50% e listës tjetër hapur do të thotë ti detyrohesh si kryetari i partisë në 140 vende, 75 si 140 vende, ti detyrohesh ti kesh njerëzit më të mirë, se ndryshe të vinë pjesa e dytë e listës, Kujtim Gjuzi me tjerë të futen në parlament. Berisha gaboj. Nuk futi në listë këshilltarin e presidentit amerikan. Nuk futi në listë admiralin që ka në Lezhë. Nuk futi në listë njerëz me integritet, se Kujtim Gjuzi tha nuk dua të jem në parlament. Nuk i kisha për vete unë atë. Pra, nëse do të ishte këshilltari i presidentit amerikan deputet, Berishën për krau, ku? Të zyra vale. Kjo është shumë mirë. Dhe ne kemi bërë këtë provë një herë. Ndaj dhe nuk bie nën gratë e sot Berisha? Po, pikërisht. Ne kemi bërë këtë provë një herë. Në Bukuresht kemi qenë. Me një ambasador të famshëm, katolik. Doris Pak i tha Berisha kriminal. Unë nuk di mirë, do më thënë që gjermanisht, i thash, o Genzi, çfarë thot kë? Është fjalë për Gens Pollën. Tha, Berisha kriminal, tha shumë mirë thot. Jo më Genzi, thash, ja, i ke thënë ti që është kriminal, se ti ke bërë, ka marrë një kosto, Genzi. Kërceu ambasadori, tha, ti e ke thënë? O Kujtim, tha, ku diti që ka thënë kë? I thash, e dime se i pash që bisedonin bashkë dhe i dëgjova. Po në s'po bëj agentin këtu, se po ta them në sy, s'po bëj spionin. Po ta them në sy, po ta thash në sy, do të thotë jam i vërtet. Atëherë, ndërhyri ky katoliku dhe i tha, Berisha është kriminal, tha, sa jam unë, tani që jam me ty. Mirë po, Doris Pak është vetë katolike. Dhe i tha ambasadori, si the? Më fali, tha, ka vra njeri ty, Sali Berisha? Ja. As mund të s'ka vra njeri. Jo, ka vra Vlorë, thonë ato të Vlorës. Ato janë rebelet, janë revolucioni i 7, i 8. Ato kanë bërë për e revolucion, ta që nga Fanoli, që nga i Tirancion, Haxhi Qamili. Të lutim e tha Doris, mos i thuj Sali Berishës kriminal. Dhe në atë moment, sot, Doris Pak është më mike e Sali Berishës se është Kujtim Gjuzi. Se që është Kujtim Gjuzi, se është herë se unë jam krushk me te, në më kupton, apo jo dhe është Kristiani, që i urojmë jetë gjatë tani, që ka litë me datën 11, që është Kristian Berisha, është një bim. Pra i bie që më duhet ta mbroj Berishën. Ti them dhe Skënderbegu 2 sot 50-50. Kur të pastroj grupin e deputetëve 28 njerëz Soros, 27 se ç'është duke bu. Ti nxjerrë jashtë nga PD-ja, jo Skënderbegu 2, po pastaj do të shtoj një tjetër që nuk këtë do ta ruajmë për një herë tjetër. A do i bashkoheni protestës së 22 dhjetorit? Ja. Ja. Nuk ka organizim. Nuk ka tavolina sabotuar, ju sa po pyetët pse si ishit te tavolina. Po si mund të shkoj ke tavolina unë atje? Një tavolinë si ishte më tepër për vaki. Kishit ftesë? A mendon që një krushk ndasëm nuk mund të hyjë pa ftesë? Ai mund të jeti paftuar aty dhe s'mund të ketë i pjatë, po do t'ja rregullojnë i pjatë sa s'bën. Dera Berisha është e hapur, e tha dhe më parë. Fronti tha, akoma vazhdo me Front Demokratik. Jo, nuk o front. Partitë e Qendrës djathtë, Partia Demokratike është qendër. Qendra e djathtë. Unë e pranoj, me kushtin që në tavolinë 0 Soros. Nëse ka Soros, non grata është aty. Rama po ashtu, nëse e keni vënë re ditët e fundit, ka pasur dhe akuza për sistemin e drejtësisë edhe për byron kombëtare të hetimit. Si keni parë akuzat e tij? Pati edhe reagime dhe kundërreagime edhe nga byroja. Sigur Rama i tha atyre byros patllake. Patllake përdorim në Tiranë. Tamon e përdor Haxhi Qamili. Haxhi Qamili kishte një patllake me mulli, edhe kishte një plum po, një plum jo. Një plum po, një plum jo. Ajo normalisht, ajo patllake ma 8 pluma. Po të ish 4, një lin 4. Dhe i sigurt Haxhi Qamili, në moment që ishte
po themi patlakja tek Boshi, pra s'kishte fishek, e vente në kokë të vet. Edhe gjunde, bram, ajo bore çrak, pra s'kishte plom. Edhe thoshte, jamër ju do baba fort juve, se sa fort më do zoti mu, shifeni. Bam, bram, ajo bosh. Ja thoshte se si zoti nuk e do këta. Edhe ja këpusa ti në kokë, bam, me plum, a i vdiste. I gjithë grupi, thoshin, këte e do ka zoti, e s'po e dum ne, edhe u bon, ma që Gjamilin e dini ju 7 mu, i tha këtu s'ka prind vit, e përzuni. Nga bimi rëndë. Ky është Haxhi Qamil Sharra. Prej Shijaku, ky deri në Vlorë, deri në Pogradec, që tregon që ky e kontrolloi. Vetëm me këtë variant, s'di ndaj gjë tjetër. Pastaj e sa pas Toptani e morë dhe dini ju çfarë i boni, e varin me qytetit me gjithë njerëzit e tjerë. Që Edi Rama, mas 12 vjet pushtet, se Haxhi Qamili vetëm 9 muaj majti qeveri, po bëni dëm madh, largoi Princvidin, largoi katolikun. Kur të bëhet synet ta Princvidit, tha, let vi këtu, tha, bashkë me Hyqymetin, tha, ta kontrolloj këtë vend. Që të merret Edi Rama me byron kombëtare të hetimit, ku janë amerikanët, unë i them ki kujdes, amerikanët nuk majnë, jo patlake, po nuk majnë pistoleta një, po majnë 2 pistoleta dhe fishek të kanë kret plot, edhe kur i kanë me mulli. Unë kam paralemru, disa herë e Edi Ramën. A i ka jetu. Është 61,6 vjeç sot. Letë jetoj sa huta bardh, kemi thënë këtu. Po Rama duhet bëjë qeverin gjithë përfshirë se. Prandaj ishte tavolina jonë atë. Për të thënë Ramës, ne jemi këtu për të bërë reformën zgjedhore, për të bërë reformën territoriale, pa patronazhist, pa njerëz që të kontrollojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe çfarë të thuash ti të bësh ti, jo më të kontrollosh ti byron kombëtare të hetimit. Ke hik Edi Rama. Të kam thonë shkon vakancë. Vakanca i jep avantazh 5 vite president, plus 3 vjet president, qetësohet. Nëse ka dorë në vjedhjen e parave të shqiptarëve, ato lek do të vinë këtu, Mario, për ju. 100% se këtu janë amerikanët, jemi vendi NATO-s. Pra patlakja nuk është aty në të BK-s. Patlakja është me gjithdo, patlakja është NATO, vlla. Bosha ka me NATO, se ato kanë gjujtje në Beograd, e diti. Ha, e kena kamerën këtu, ha? Kanë gjujtje në Beograd. Je largu pak nga Vučići, mirë ke bo. Por, je neo-bizantin. Ramazani, zdo ta hiq këtë mbi emër, për aq kohë sa më ke thonë, kur u bën e ti Europian, mordjali Bajramit, ha? Si t'ja bëjmë tani? Edhe na zonësov dhe mbi emër, aty është shumë mirë bona. Ajo Ilva Gjuzi, deputetja 5 dinastia Gjuzi. Zoti Gjuzi, juve e keni vetë të drejtën, ndoshta edhe për të mos ju përgjigjur kësaj pyetje, por ka zëra që edhe brenda familjes tuaj, kryeministri Edi Rama ka bërë propozime për të qenë pjesë e qeverisë së tij, është e vërtet? Shiko, familja ime funksionon me të drejtën e shtetit të drejtë, bazuar në ligj, e goditur përmes ligjit në shtetin e maliqit, në të shkuarën, në diktaturë, por unë jam këtu me ju. Që do të thotë, administrata duhet të jetë depolitizuar. Fëmijët e mi, normal, ore, derisa ai ka ndryshuar emrin, e ka bërë Ramadan Ramazani, quhet blerje. Nëse tenton të mblej fisin, i bie që unë do të jap dorëheqjen sekretari i Partisë Konservatore. Dhe Rama e di që unë i bëj këto. Po nëse njëri të sënon njerëzit e mi të familjes padrejtësisht, më futet në drejt zakonore, më prit ose më vrit. Nuk ke variant tjetër më mu. Unë s'mund bëja si gjë asnjëherë. Po unë jam Tiranës, jam Gjins tash ju keni provu, pse e keni pa mbiemrin, që mbiemri është nga ata që kanë thënë kanë shit Sahatin e Tiranës, që s'është e vërtet. Sahatin e Tiranës, shitje metaforike, e ka boj ndjerit Tit Sojli. Për këtë është burgosur, 8 vitesh dhe nuk ka boj 6, e ka pa mistia. Jo Gim Gjuzi, 0, Armir, 0 vite burg ka Gim Gjuzi.
kampioni mundjes klasike, me nën shqiptare të Malit Zi dhe me baba ish drejtorin, i cili e çoi diktatura në Faturino. E kishte nevojë ai me blej me shicatë të Tiranës, ha? Faturino e diti që fiton lek. Gjysmat e biletave i jep, gjysmat si jep, po pse vetëm diktatori do të na vjedhë gjakun ne, edhe ne do mërshim në gjo nga gjaku jon, në diktaturë. Armir, mos do ngatro me emrin ton Gjuzi. Unë po të lutem sot, herë tjetër, acarohet fisi, dhe ta bëm më keq se dikuj tjetër me kërku falin mes Tiranës në 2 natës. Me thonë na fal bë çat dush, shkel me kom. Po ne nuk shkelim njëri me kom Mario, se ne jena Tiranës, jena myti, themi ne, jena të hapur, jena paqësor. Deri në vitin 1815, diçka e tillë, kur Ali Pashte Pelena bashkëpunoi me ne. Ai bashkëpunoi me ne për të ngjitur në Shkodër. Qartë. Në pashallik, se shiko, po kthehemi pak, se kishim Andit e Pelenën në tavolinë, do t'ja përmenin, do të përshnesim, nipin Ali Pashte Pelenës. Tentatori për të bërë shtetin e dytë shqiptar në kuptimin kontemporan të fjalës së shtetit dhe të kombit është Ali Pashte Pelena. Ne nuk e lam, ndoshta gabuam në atë kohë. Kanë gabuar shumë njerëz, edhe deputet Tiranës kanë gabuar, janë bëu ca me Soros, ca e kanë lind Kalamojt jashtë. Ke parasysh? Edhe pastaj tonë jena konservator. Çka konservator jeti? Ti ke lind Kalamojt për qef në Athinë. Do të thosh jo di më Athina është jota, mirë, atë shko ke ndaj studios, mirë me te, unë s'jam studios. Unë jam njeri që e çova dhe sot flitet për doktrinë konservatore. Gjithë duan të bëhen konservator, po s'bësh dot. Qofse ti ke firmos ligjin e LGBT-s. Si i çeka ti ku konservator? Lene, pastaj me këtë skandalin 35 firma. Qartë. Zoti Gjuzi, zoti Berisha kërkon që të ketë zgjedhje të parakohshme. Mendoni që do shkohet drejt kësaj rruge dhe ju vetë çfarë qëndrimi mbani? Nëse Berisha organizon një tavolinë serioze, qoftë edhe përpara protestët, shikon njeriu, në politikë nuk duhet të jesh i ngurtë. Në politikë ka oscilacion. Shikoj se e thot doktori një fjalë që s'po më vjen mend tani. Duhet të jesh elastike për dore, elastik. Do më thonë, grekët i thonë malako, ne Tiranën si themi i but, do më thonë mos të jesh gjithmonë i egër. Po zyrtarisht, me deklarat, deputetët Soros do t'japin dorëheqjen, të dalin nga parlamenti. Aty në tavolinë. Deputetët si rregull, ata që firmosen për Endre Shabanin duhet largohen apo jo? Politikisht ato nuk janë më politikan. Nuk janë. Ose duhet të pranojnë që kanë video seksi edhe i kontrollon fondacionin Soros. Ka zëra? Tani ka ik njëri, doli nga parlamenti. Të kujtohet një që i thamë, do japësh dorëheqjen apo ndjerën video? Po ja nivel, shiko. Niveli deputetit nuk është më që mund të marrë vendimet mëdha. Sipas doktorit tha ta gëzoj Endri atë mandatin. Jo më doktor, si ta gëzoj? Ai të gëzoj shëndet të plot, po jo mandatin, sa ai duhet paraqes dokumentin që se ka të arsimimit të lartë, dhe është sipas zonjës Skalaja, është në gjykatë kushtetuese. Pra nuk do të jetë Endre Shabani. Si i thua ta gëzosh? Atëherë i bie që bashkëpunon me Soros. Po ata më ta ndetit ç'a bën ata? Nuk shohin ata kanë njerëz të vetë në BKH, ç'a? Zoti Gjuzi paraqit doktori Diati, paraqit 2 herë në muaj. Po. Ne e bëjmë mundur mos paraqitet. E bëjmë të mundur. Ore, paraqitet më presidenti amerikan te prokurori amerikanë? Iku prokurori. Sa erdhi presidenti dhe dorëheqën prokurori. S'ka dhënë dorëheqjen njëri nga prokuroria e posaçme deri më sot. Ka vazhduar mandatin, ka ikë me mandat. Si iku? Do domani. Dhe jo zgjedhjet vjedhen, apo? Ne jemi këtu, ne vëzhgojmë. Zoti Gjuzi, po ashtu juve po në këtë studio keni deklaruar disa kohë më parë që ka një tentativë, një dëshirë për të shpallur një perandoresh të Ballkanit me qendër Shqipërinë, që mund të jetë zonja e parë amerikane. Ka zhvillime rreth këtij? Lëviz një ide, po. Që është viti i ri tani dhe gjithë kanë qef të vendosin atë kapelën mbretërore. Donald Trump
shkëlqësia e tij, për cilën unë kam konsiderat, për disa gjëra kam konsiderat. E para që ai është martuar 3 herë. E dyta kujdeset për gjithë kalamajt. E treta ka qenë biznesmen ose trashëgimtar i një biznesmeni. E katërta është bërë 2 herë president. 45-47, s'është pak. I udhëheqësisë më të madhe të gjysmës globit. Dhe më kryesorja është se ai po e tha një gjë do ta bëj. Mund i dalin pengesa rrugës, pa i vë zjarr fikse, vën këto grupin e të fortëve, garda kombëtare dhe i shuan. S'ka protesta në Amerikë apo. Po ai vuri kapelen që i thonë do Sistine, që mos gaboju në këto terma. Kapelen e papës. Edhe tha, për qef, tha, do kisha unë qef të isha pap, po unë nuk mund të bëhem pap, se jam i martuar. Se papa nuk martohet. Tha, po atje që do jeti papa amerikan, atje ta kjo s'diskutohet. Në fakt, a është papa amerikan apo? Iku. Shiko, tha, se bë lufta, do me bë luftë Serbia me Kosovën, atje tha, s'ka shansë se atë kanë qenë tavolinë me mu, presidenti i Serbista, edhe kryeministri Abdullah Hodi. Tani tha, që të mos e zej barku për herë dytë, se luan me metaforën, edhe ai. Shiko, ai është prodhim i televizionit, ha? Ju e dini që është një marker, domethënë televiziv. Një one-man show e thoni ju, që mos ta them gabim, ju që flisni anglisht. Po i ka provu të gjitha. Ka provu të ketë kalamaj, të ketë 3 zonja të ndryshme. Ka një zonjë të parë 25 vjet që eri korrekte, që mbushi tani 55 vjetore, në vetë është në 77 vjetor. Do me thonë, ky presidenti ka dhe 3 vjet. Një kryefamiljar i mirë, një politikan i mirë, thot Churchilli, mendon për brezat e ardhshëm. Tani kush është brezi i ardhshëm i tij? Më i fundit është djali vet, 22 vjeç, apo jo? Djali i tij do të sulmohet për aferat babait vet, se do të sulmojë majta, se ka programe majta këta. Me shkatruar aristokracinë dhe djatën, e thot Marksi. Çohen punëtorët, thot shkatrojnë fabrikën. Pastaj punëtorët njëri pa hungur bukë, ku dole i sekundi. E ka kapitali Marksit. Atëherë, ky duhet mendoj. I është thënë presidentit nga studiues që zonja juaj është ilire në origjinë. Është e Slovenisë ajo. Bëhet fjalë për Melanie Trump. Nënën tonë ka katolike. Do të thotë është etnikisht këtu të paktën 2025 vjet. Kalendar kristian është siç i quajnë mbretëresha princesha. Në konceptin tim, zonjat në këtë gadishull janë mbretëresha princesha nga Dodona, Teuta, Eva, Melanie Trump, po e themi në mënyrë kështu hipotetike. A është tentu këtu për herë të bëhet Jugoslavia si federat bashkë me Shqipërinë? Ishte Jugoslavia, është kështu. 6 shtete. Okej, le të bëhet një mbretëri. Po jo në Tiranë, në Prishtinë. Pse? Katedralja më e madhe në ndjenin time Shën Tereza është në Prishtinë. Pra s'mund të jetë Tirana kryeqytet më i shqiptarëve. Unë këtu, më vjen keq, se unë jam Tiranës, mu do më kishte qefi që t'ishte gjithmonë këtu. Se di, mund bëhet president e një bashkimi, po jashtë do të merret Serbia. Këtë jam i detyruar ta them. E thon studiusit, nuk po them emra, sot herë tjetër do të pse li. Qartë, s'do të dëgjoj edhe një pyetje të fundit, si parashikoni zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë? Mendoj se po jap shifra që të mbeten. Albin Kurti mund të marrë nga 43, 44 deri në 45 deputet. Pra, nuk e merr shumicën. Pas saj mund të renditet lidhja demokratike e Kosovës, e cila mund të marrë 27, 28, maksimumi 29 deputet. Pastaj Partia Demokratike e presidentit Hashim Thaçi. Bëj ftesë dhe njerë gjyqtarëve të Hagës, lirojnë djalin, ai tashmë është me 10.5 vite burg, sepse është në qeli dhe ju e dini, e drejta e faljes dorëheqja nga presidenti i jep 3 vjet atij. Me njëherë heqe se u dorëzua vet, nëse do ta konsideroni dënuar. 2 vite e gjysëm i fiton se ka bërë 5 vjet në qeli, 5 vjet e 4 muaj ka në burg, i bi 10 vite e gjysëm. Lëshojeni djalin me arrest në Prishtinë.
ose t'jap garanci Edi Rama me arrest në Tiranë. Për aq kohë sa është, po këtë do ta themi ndryshe. Nëse kemi qeveri tranzitore, ne do ta bëjmë kërkesë zyrtare. Nëse do të ndodhë. Edi Rama e ka në dorë këtë. Nëse do të bësh lider kombëtar, Edi Rama këtu në Tiranë s'fole, kishte konflikt interesi, po atje në Shkup, pse s'dole me fol. Do me bote liderin kombëtar, je pakicë kombëtare, pakicë lingvistike, nuk mund ta bësh. Pra, isim që i merr edhe kjo merr 24-25 deputet, Partia Thaçit. Kryeministri Haradinaj, 2 herë më duket kryeministër, më duket se 2 herë. Ka dhënë dorëheqjen e ky, është paraqit në Gjykatës si luftëtar, familje me dëshmor, me të vrarë në luftën e Kosovës, Republikës Kosovës. I merr 10 deputet. 10 deputet i kanë pakicat lingvistike, 0 deputet merr guxo dhe keqardhja është po Nisma Thurje. Jo, se ka Nisma Thurje. Se Nisma Thurje ka. Nisma Socialdemokrate. E Nisma ngel jashtë. PSD-ja. Po ngel jashtë. E Fatmir Limaj mos ka bërë. Po ngel jashtë parlamentit për arsye se nuk u tregu elegant. Fatmir Limaj, ata i thanë që hajde bëu pjesë e qeverisë. Domethënë bëu zëvendës kryeministër, bëu ministër. Me 3 mandatet e atij kalonte Kurti 61-shin. Duket që vetë jashtë, se plotësohet kuadranti 120 deputet. Pra, ky është parashikim kokë në kokë. Zakonisht unë i gjej. Kam gjetë 2 herë kombëtaren Kuqezi, kam thënë kombëtare Kuqezi shkon në Europian 2014, apo jo? Shkon në 2020. Tani jam afruar shumë dhe them që mendoj që në masën 50 plus 1% shkojmë në kampionatin botror. Qef kam të shkoj edhe Kosova, por stadiumet Kuqezi gjithmonë janë më shumë shqiptare se sa se këtu kam edhe konflikt, prapë se Tirana e ka flamurin të bardh, blu edhe të verdh. Ka dhe shirit kuq, rastet rradhe. Për shembull, nëse është fanera e Tiranës, bardh e blu, ka një jak të verdh, brapa numri është i kuq. Merë kontrollojeni. Pra ne thonë Tirana kuqe. Pra, bëm disa parashikime nga politika te sporti. Për të qenë më sportiv në studien tuaj. Faleminderit shumë zoti Gjuzi që ishit me ne në këtë komunikim. Kënaqësia është e imja si gjithmonë me ju Mario, edhe ju përgëzoj. Jo vetëm për këtu çfarë përcjellni këtu në podcastin privat, po themi, po edhe kur jeni një zë mjaft i elaboruar në televizionin publik shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Woo!